Mundësive me fuqizu. Kaj shpejt. Një po me nga të keqen po me unë e zonë besh Kapacitet dhe resurse në gjitha punë që kanë të bëjnë me seseve dhe punës ma tash dhe të diskutojmë që të në disa pika. Në po mendoj mirë, po të ka një dosë pa ndoshta të duhet. Ndoshta të kalon edhe atë. Biseduam për kampusin universitar, biseduam për mënyrën se si ky kampus mund të bëhet edhe më i mirë, edhe më i bukur, edhe më funksional. Biseduam për mënyrën e realizimit të këtyre projekteve nga ana e kryetarit dhe ekipit tij dhe komunës, ka pas edhe ide që edhe kapacitetet tona akademike, sidomos në fakultetin teknik, të bashkëpunohet më afër. Ne jemi vënë në dispozicion me ato kapacitete që ne disponojmë, që të bëhemi pjesë e proceseve të rregullimit të Prishtinës, po edhe të kampusit universitar. Nga ana e kryetarit dhe ekipit tij, morëm fjalë dhe premtime që ato gjëra të cilat janë të mundshme dhe janë të realizueshme, të nisim edhe të vazhdojmë që ta rregullojmë ta bëjmë në mënyrën se si këta e kanë paramenduar, po edhe si ne na pëlqen. I kemi dy projekte konkrete për të cilat diskutuam sot në vazhdën e atij bashkëpunimi. Para është që së shpejti brenda këtyre ditëve nënshkruajmë marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin e Prishtinës. Gjithsesi fillojmë me fakultetin teknik në projektin e parkingut dhe kompanisë publike parkingu Prishtina. Me fakultetin teknik kemi filluar punën në inventarizimin e parkingjeve në qendër, që do të thotë se do të definohen të gjitha pjesët ku mund të parkohen makinat, pra me fakultetin teknik të përdorim resurset dhe ekspertizën më të mirë që kemi ne si Kosovë. Dhe pika e dytë që është konkrete është që Komuna e Prishtinës gjatë muajit të ardhshëm do të shpall konkursin publik arkitektonik për zgjidhjen urbanistike të pjesës prej kuvendit të Kosovës deri te katedralja që është në afërsi të rektoratit, me që rast do të kemi edhe zgjidhjen për pjesën e kampusit universitar, gjithsesi parkut që është në afërsi të bibliotekës dhe po ashtu nevojave që i ka Universiteti i Prishtinës për ndërtesa të reja.